fare nuk e kemi problem, Lidhja Demokratike e Kosovës kë e sjell si kandidat, veç let na i sjell në shkrimet, në kuti votimi është i fshehtë. Ne do të ulemi prap e do të bisedojmë. Mirë po ju do të ta kuptoni që nuk jam unë kurfar personi i cili shikon edhe brenda kutive. Unë nuk e kam ditur sa vota mbrëm do t'i ketë Feridi Rushiti. Jo e pat. Një vot ishte e pavlefshme, 63 Feridi Rushiti. Pra unë nuk mund ta di se si votojnë. Dhe me këtë rast, edhe njerë po them, ne ja mundsojmë Lidhjes Demokratike të Kosovës që të kualifikohet për të aplikuar dhe ta kemi garën për prezidentin. Do ta pranojmë. Pra, vetëm let na e sjellin, ne nuk, vetëm një moment, të përgjigjem tash. Kam përshtypjen që kur s'po ju pëlqen përgjigjja, po dëshironi më ndërprejmë një pyetje të re. Po, veç një sekond. Dikush që s'na i ka tregua 15 nënshkrime për kë janë, me kërku garans për 66 vota, ku janë aq shumë parti, e aq shumë deputet, të cilët ju e pat edhe mbrëm dikush e bëri të pavlefshme, ajo çfarë po kërkoni ju është diktaturë. Po, a kuptoni, por atëria përcjellni atij se s'po me taku. Po, edhe njerë, ne fare nuk e kemi problem, Lidhja Demokratike e Kosovës kë e sjell si kandidat, veç let na i sjell në shkrimet, një herë thash 15, po edhe 14-13, sot kanë qellu, do t'i morën. Faleminderit shumë për këtë konferencë për media, unë këtu jem.